potencu më herët që zgjedhjet sapo janë majt në klubin e Fenerbahçes, është majt kuvendi i klubit, edhe aty janë shpalos programet, është me rëndësishme me thonë që Aziz Yıldırım që i ka fitu zgjedhjet e ka pas në program rikthimin e Vedat Muriqit edhe ka qenë një shtyllë fort që ai të fitoj zgjedhjet. Një ndër programet që i ka shpalos gjatë fushatës së vetë, edhe normalisht që ju ka bo edhe pritja e madhe sepse Vedati ka pas një sezon fantastik të Majorka, po ashtu të Kombëtarja Kosovës me të vërtet ka bo paraqitje shumë të mira, edhe Vedati po shkon si në yll i vërtet, kështu i presin gjithë vetëm yjet domethënë botnore kur shkojnë në Turqi, domethënë dalin në aeroport edhe tifozët me një admirim të veçantë edhe me një përkraje prej fillimit i presin mirë. Do të me potencu që Fenerbahçe është që një kohë gatë nuk o dalë kampion, ma shumë se 10 vite, është dominimi i Galatasarayit në kampionatin turk, por që do të me potencu që presidenti aktual, Aziz Yıldırım, ka qenë në kohën e artë, ai edhe një ish president ma herët, Ali Shen, që ka pas prej ardhe prej Prizrenit, ka pas këta dy cilësohen si presidentat matë suksesshëm të Fenerbahçes, edhe mu për këtë arsye, mas 8 viteve rikthehet presidenti Aziz Yıldırım, që është largu prej Fenerbahçes, sepse ka pas probleme me ligjin, ka pas nisër problemesh, edhe çfarë magjie e ka futbolli, do me thonë ata, nuk mujnë asesi me fitu titullin kampion edhe e kthejnë president. A është hapora apo propa për Muniqin? Fenerbahçe është super klub, është klub më i madh se Majorka. Nuk Fenerbahçe është me të vërtet klub i organizuar shumë mirë, në Turqi tifozllaku është i jashtëzakonshëm, stadiumet janë të stërmbushura, edhe unë besoj që është një hap jashtëzakonisht i mirë për Vedatin, duke e ditë se tash është edhe avash edhe pe afrohet fundit karrierës. Unë besoj që edhe nga ana financiare edhe gjitha ka kalu shumë mirë me këtë transferim, pas një sezoni fantastik që e ka pas si gollshenuesi dytë në Ligën e Spanjës. Liki? Ajo që është më rëndësishme se ndëgjova shumë me mendje, rikthimet edhe është u bë një revolucion për të mirë te skuadra e Fenerbahçes, sidomos pas dështimit që kanë pas si vjet ku